të madhin pastor, ish pastor, ministër, qatë doni ju, Tony Gogu, ministër shteti. Ivanka Trump në kryeministri, dëshmi e besimit personal të presidentit Trump ndaj Edi Ramës. Kjo ka qenë një nga deklaratat më gazmore dhe më komike që unë mund të kem hasur ndonjëherë në politikën shqiptare. Domethënë, sipas këtij zotris, Donald Trump kishte marrë për dorë vajzën e tij të vogël, 41 vjeç, e martuar, dhe duke ardhur në Europë, ku ta linte, ku t'ja besonte, Richard, të gjithë. Morë është një Edi Rama, atë kemi si shok. Po është burri mirë, burri martuar, mund t'i besojmë. Asja le Edit. Hello Eddie? Oh yes. Can I? Tak. Yes. Oh. Vjen Ivana dhe Edi kujdeset që mos e ngacmoj njëri, të mos i mungoj gjë për të ngrënë për të pirë. Kështu në parashtroi Tony Gogu. Natyrisht nga zelli i madh për thënë që shisa besim ka tek Edi Rama Donald Trump, këpot një mufk që unë nuk e di se ç'nivel IQ-je, IQ, domethënë, nuk e di si është. Q-ja çfarë është? Do ta shpjegojmë pastaj. Ja, IA është inteligjencë, po Q-ja nuk e di. Po nuk e di ç'niveli IQ-je ka ky burri që thot ishte dëshmi e besimit personal të presidentit Trump, pa solli gocën, ndërkohë që u thonte në përbot, la gocën në Shqipëri në Kopësht, u kujdes babysitter Edi Rama, çdo hashi tha, po ja Karkaleca, shkoj në Vlorë. Çdo kam çik teoritën, shëtisin buzdetit, lungomare. Edhe e shpërbleu besimin e Donald Trump. Dhe Donald Trump, ndërkohë që kishte goxha shqetësim për këtë bordin e paqes, kishte edhe merakun tjetër ku do lë vajzën. Kur e reatoi gocën në duart e Edi Ramës, pastaj koncentrohet për qëndruar komplet aty, edhe Edi Rama në një farë mënyrë le të themi, kontributin e tij e ka dhënë 100 fish në bordin e paqes, duke u bë babysitter dhe duke duke respektuar besimin e presidentit Trump, duke mbajtur të bien Ivankën në këtë mënyrë, ç'të them.